Është pjesa e fundit e mesditës, do flasim për krejtësisht çështje të tjera. Elon Musk ka të rënditur sërish botën, them kështu pasi ka dhënë një deklaratë të fuqishme. Ai së fundmi është deklaruar se brenda pak vitësh telefonët siç i njohim sot mund të zhduken dhe të zaventësohen nga inteligjenca artificiale që parashikon nevojat tona. Në fakt, pyetjet lidhin mbi atë në rast se ne jemi vërtet gati për një të ardhme pa telefona, ku inteligjenca artificiale vendos se çfarë të shohim, të dëgjojmë ose edhe realisht të bëjmë. Gjitha këto i diskutojmë bashkë me Ermand Mertenikën, inxhinier biomixor, i cili gjithmonë është i gatshëm të bëhet pjesë e mesditës. Ermand, përshëndetje. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në TV1 për tematika shumë të rëndësishme të teknologjisë, domethënë dhe inteligjencës artificiale. Duke ditur Ermand se sa shumë pëlqeni inteligjencën artificiale, ky sigurisht ka qenë një informacion që edhe ju ka pëlqyer. Unë faktikisht Florentina, 5-6 viteve nuk do të ketë telefon. Meqense se faktikisht unë jam, domethënë, i njeri teknologjisë, unë vdes për teknologjinë dhe për inteligjencën artificiale, domethënë është faktikisht deklaratat e Elon Musku deri diku janë pak kritik që thotë do na zëvendësoj të gjithëve e tjerë, por që ç'është e vërteta ajo po vjen, ajo po vjen. Madje edhe kisha thënë edhe një gjë tjetër, do të flasim për Elon Muskun, ne flasim për trilionerin e parë global që unë jam fan shumë i madh, ç'është e vërteta çfarë i thotë i bën. Madje kishte nxjerrë një koncept që njerëzit tashmë me kalim për një kohë shumë të shkurtër, domethënë nuk do arrin më të flasin edhe me anë të gjuhës verbale, por me anë të telepati, jo telepatisë fik, me anë të valve. Ishte një përballje të merresh vesh vetëm me anë të valve dhe mos i flasësh. Kështu që sa realisht kur po flasim Mertenika, kur po flasim për këtë inovacion në rast se mund ta shohim edhe në rast se i njëjti do të mund të vije në jetë, në përdorim, sot gatshëm është një shoqëri e cila është mësuar që gjithçka ta kontrollojë vetë, ta dirigjojë vetë dhe më pas të zëvendësohet me diçka e cila nën vetdijen tonë kontrollohet duke na i parashikuar ato se ne çfarë i dëshirojmë ose i bëjmë. Sa reale mund të jetë kjo? Sepse unë lexova edhe komente nëpër media të huaja ku njerëzit realisht shprehen goxha skeptik. Ndoshta edhe një ditë mund bëhet Blendi, por deadline-in që e ka dhënë Musk 5 deri në 6 vite është goxha shpejt. Të mendosh se pas 5 viteve nuk do të kesh telefon në dorë. Unë faktikisht shikoj, di çfarë ndos. Ideja është për shembull le të marrim rastin më tipik, domethënë të këtij pioneri teknologjisë. Dikur ky çipin tru ishte film fantazik shkencor, ky realizoi e bëri. Turizmin kozmik po e bën. Tani të mos kemi telefona faktikisht nuk e mendoj që mund të jetë për një kohë shumë të shkurtër kjo. Pavarësisht se ka dhe ato benefitet e veta, për shembull fjala vjen është vërtetuar edhe në Zvicër apo në vende të tjera që mungesa e telefonit po i bën njerëzit më aktual, domethënë po i qetëson logjikët sociale, jo pronë teknologjisë inteligjencë artificiale. Domethënë deri diku edhe telefonat kanë ato ndikimet e veta, por me thënë të drejtën sot, domethënë teknologjia po zhvillohet aq shumë sa që unë e shoh përsëri telefonin apo smartphonin pjesë shumë të rëndësishme të jetës. Pra, unë për shembull nuk mund të ridot pa telefonin, pavarësisht se është diçka shumë e dëmshme që unë çohem në mëngjes herë sa çohem në mëngjes kap telefonin dorë. Për shembull fjala vjen, është diçka që ne mund ta kontrollojmë vetë. Por fjala vjen me këto chipat, me këto gjërat që po ndodhin, fjala vjen ishte paraja digjitale deri diku një koncept që sot për shembull me anë teknologjisë, me anë të aplikacioneve në smart mobile, në smartphone app, ti mund të kesh një chip të implementuar, po them unë në dorë dhe mund të bësh pagesën direkt tap and pay. Pra gjërat çuditshme po ndodhin. Po, dhe këtu ishte ideja Mertenika që sërish të ketë një implant në tru që pastaj ai të mund edhe ti përcaktoj nevojat tona pa pasur ne nevojë që ta bëjmë ndonjë veprim për to. Pra pa pasur nevojë që të shtypim diçka ose
Mendoj që të zëvendësohet telefoni për një kohë ose të zhduket telefoni për një kohë të shkurtër, kjo nuk ka për të ndodhur, sepse unë vërtet jam fan si mas Elon Musk, po jam dhe kritik në disa gjëra që deklaron, sigurisht. Domethënë, por që nuk e mendoj që telefoni, domethënë apo smartphone që është bërë pjesë e jona tashmë të zhduket fare. Mbasi të zëvendësohet me diçka tjetër, utilitar që mund nxjerrë teknologjia dhe inteligjenca artificiale. Supozojmë se një gjë e tillë edhe do ndodhte. Më pas pyetja që vije në mend është në rast se kjo Po, do të theshim në kohën e gurit që mungesa komunikimit me anë teknologjisë. Po, një gjë e tillë më pas, po e zëm se do bëhet në 5-6 vite të ardhshme, ashtu edhe siç ka deklaruar Musk. Kjo do e bënte jetën tonë më të kontrolluar apo më të lehtë? Në çfarë prizmi mund ta shohim ne kur i dëgjojmë këto deklarata? Zhvillimi i inteligjencës artificiale dhe teknologjisë do bënte jetën tonë më të kontrolluar, sigurisht, sepse gjithë të dhënat tona ndodhen në databaza digjitale, në për shembull fjalë vjen, ne kemi akkaunte email-e, kudo të Instagramit, të Facebookut, TikTokut, Google-it etj. Këto janë të lokalizuar pikërisht pranë databaza globale, të dhënat tona biometrike, të dhënat bankare, pra ndodhen nëpër servera. Kështu që në bazë të po ta shikojmë në konceptin e teknologjisë, të dhënat tona ndodhin diku tjetër. Pra, por sigurisht zhvillimi masiv i teknologjisë rrit edhe privatësinë digjitale, që do të thotë pikërisht pra që të mbrohemi nga sulmet siç është tek. Por që unë e përmenda deri diku që sot jetojmë në një botë virtuale që çdo gjë është online. E çka do thoshte kjo më pas për privatësinë tonë? Zhvillimi i teknologjisë sigurisht do të thënë privatësinë midis njëri tjetrit. Që do thotë pikërisht për mbrojtjet nga sulmet kibernetike, me sisteme të zhvilluara të firewall-ve që ne themi në IT, me sisteme të azhurnuara të antiviruseve, pra zhvillimi i teknologjisë rrit dhe aspektin e mbrojtjes kibernetike, domethënë. Por në raport me njëri tjetrin, domethënë në raport me subjektiv, kurse të dhënat tona ndodhen në databaza të ndryshme etj, domethënë. Dhe a i bie se pastaj do t'jemi akoma më të varur nga teknologjia, apo do t'i shmangemi deri diku kësaj? Unë mendoj që varësia ekziston, do jemi pikërisht deri diku edhe më të varur, sigurisht, si sot ne shikojmë fëmijë të vegjël që një moshë të vogël me telefonët, me smartphone-ët janë shumë, domethënë është bërë pjesë e jona, domethënë është bërë pjesë e jetës së përditshme Torentina. Në atë përshkrimin edhe idenë që dha Musk gjatë prezantimit të kësaj ideje, tha se inteligjenca artificiale do të mendoj për ne. Dhe pikërisht këtu lind pyetja në rast se kjo neve do na bëj më pasiv dhe më pak kritik ndaj gjërave që shohim. Masku e ka thënë, atë që e ka thënë e ka shumë të drejtë, që do thotë për shembull inteligjenca artificiale do zhvillohet që të na vinë në ndihmë. Kjo po. Domethënë, por që po na bën inaktiv sigurisht, sepse zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale po rrit shkallën koeficientin e dembelizmit. Ti gjejmë gjërat gati, domethënë nga teknologjia. Ne kemi përmendur në arsim apo kudo tjetër, ne shkruajmë në platformat online, në asistentët virtual, pa më njëherë dalin përgjigjet. Domethënë është më së zgjidhshme një ekuacion matematikor që unë kam bërë në fakultet, që doja gati një gjysmore apo dhe më shumë. Bëhet fjalë për ekuacione me formula shumë të vështira, për shembull fizikën e laserëve. Edhe sot i e shkruan në Google Assistant, në ChatGPT apo në Copilot, edhe ata e zgjidhin për pak sekonda dhe shkallë që duhet ndjekësh. Që do thotë që imagjino çfarë po na bën inteligjenca artificiale, po na leton në çdo gjë. Një pyetje që kam unë në profesion, për shembull, që nuk e di, apo një mungesë informacioni, e shkruaj pikërisht në ChatGPT dhe më jep zgjidhjen e duhur, më jep shpjegimin e duhur. Po, Mertenika, edhe një çështje tjetër ka të bëjë me atë sepse telefonat ne shpeshherë ka persona që edhe vendos të mos ketë fare telefon. Dhe si do i bie kjo në momentin që nuk ekzistojnë telefonat, në rast se ndodhe çfarë po thot Musk, dhe të tjerët nuk dëshirojnë që të marrin ose të implantojnë këto gjërat, këto pajisje që thati se mund vendosen në tru. Kur flet Elon Musku, sigurisht ka diçka që në pravavi mendoj unë, sepse vërtet mendon që të zhdukej telefonat, por të nxjerrë variante të avancuara teknologjisë. Se kur flasin për Muskun, flasin për čipat, inovacioni që ky po bën. Por që sigurisht unë mendoj që kjo në shkallë globale nuk do jetë dakordësuar nga çdo njeri, sepse për shkak
fjori njerëzis të cilët nuk janë familiarizuar me teknologjinë, që të përdorin çipat apo inovacione të ndryshme të cilët krijohen. Madje edhe ne që jemi brezi jon si një 40 vjeçar që un jam, ne nuk i njihshim më para 20 vitësh telefonat. Imagjino çfarë ndos me këtë brez të ri që është brezi revolucionar i teknologjisë, që 2 vjeç, 3 vjeç me smartphone në përduar, me high-tech gadgets e gjëra në përduar, domethënë që po kur flet Elon Musk që nuk do ketë telefona, tani ose do jetë diçka më inovative dhe më smart, ose do na kthejë në epokën e burit, në epokën e... Pikërisht këtu lind edhe pyetja ime e fundit për këtë temë, Mertenika, për shkak të kohës të cilën e kemi në dispozicion. Marë gjitha zhvillimet edhe gjitha deklaratat e Musk në këtë drejtim. Ashtë kjo një ardhme... Nuk është vetëm Masku, këto kanë krijuar një trekëndësh bermudesh. Do të thënë, Elon Musku, Bill Gates dhe ai Por që në krye kanë për këto idet kushtimisht për quajmë të çmendura që shpesh herë cilësohen si të tilla, në krye kanë... Edhe shumë e çuditshme. Mos. Edhe shumë e çuditshme se ky Masku i thotë dhe i bën. Domethënë dikur ne na dukesh një film fantastiko shkencor para 20 vjetësh i nxjerrte Hollywoodi, na qeshim si të vegjël që ishim, çipi ky çipi ai. Thot ky i fantaksuri që un jam fan shumë i madh, ai është inxhinier, po i krijon. Për realizon, për ekzekuton, do me thënë. Me gjitha këto zhvillime, po shkojnë për para me njerëzimin, apo deri diku po e kufizojmë dhe po e humbin lirin tonë cilën e posedojmë sot? Zhvillimi i teknologjisë gjithmonë është progres, po e çojnë përpara çdo gjë, do me thënë. Por që ideja është për të krijuar pikërisht për koncepte të reja për startupe, si të trajnohen edhe një kategori njerëzish apo qytetarësh të cilët aktualisht nuk janë të familiarizuar dhe mirë me teknologjinë. Qartë. Kjo Mertenika, faleminderit shumë edhe njerë për kohën edhe gatishmërinë me qenë pjesë e mesditës. Kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në TV1. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Mertenika edhe njerë, ndërkaq nga këtu do të kemi